Pantina, e thamë gjithë, kolege jonë, shumë arsye, thamë shumë për kolegeve tamë pse Shqipja duhet tjetë pjesë e kuvendit, e ka dhe përvojën e saj që ka qenë me deputete dhe ka një angazhim në LDK, dhe unë shumë shpresoj që Shqipja kësaj radhe do të arrijë votet e mjaftueshme. Ndërkohë është edhe Admane Sada, një grua e re, një vajzë e re që vjen nga Rahoveci, është aktiviste e LDK-s, e cila që një kohë bën pjesë në aktivizimin politik të Lidhjes Demokratike në nivelin lokal në Rahovec, pra një grua e zonja dhe në cilën po bën një fushat të jashtëzakonshme nga sa po përcjell dhe unë shumë shpresoj që e njëjta do të marrë votet e mjaftueshme nga elektorati të jetë pjesë e kovenditarëve të Kosovës. Faleminderit Rama, po më shkruan se po na përcjellën në veri për ndryshe të Kosovës. Po më shkruan Branislav Krstić, i cili po ndjek kolegu gazetar e komentator, po thotë Doar Sakica është mbretnesha e politikës në Kosovë. Si qëndrim, me që po flasim për lidhjen demokratike të Kosovës, kështu është zoti Krstić po shkruajti në këto momente. E përmbyllëm me lidhjen demokratike të Kosovës, apo me gjithë? Po. E përmbyllëm, kështu që me Xhanin po e shkojmë me Partinë Demokratike të Kosovës, po lëvizi përsëri këndej. Xhan te PDK-ja, si Drenicak që je, kam përshtypjen se ke goxha sfidë për të grumbulluar në dhëshën, edhe ta shoh këtu atë qenit Drenicës, sa Drenicak i pas ke vendos. 1 mërgimi, 2 Ariana, 3 përparimi, 4 Blerta, 5 Galimete Musliu, edhe Vlora Qitaku. Edhe Vlora nga Lapi. Nga Lapi me prejardi. Apo mes Drenica. Lapin e ka babën e... Nanën e ka Drenicës. Nanën e Drenicës, okej. Hajde, Xhan. Kushtrim, unë e mundu në gjitha listat me nxjerr figura që ndoshta për momentin kanë nevojë me u mbështet dhe ka qenë vështirë pra jo çdo herë për shkak se disa figura vetë se e kanë emrin. Kom nis me Vlora Qitakun për shkak se ka qenë tash sfundi këtu në debat. Dhe ka pas një debati i madh i zgjedhjeve. Po, ka pas një performancë të mirë dhe është prej personaliteteve që i ka lënë disa etapa, pra prej kohës së Rambujës, është një farë mënyrë themeluese PDK-s, barse PDK-s dhe hin edhe te fytyrat e reja të Partisë Demokratike të Kosovës. Pra mund të llogaritet në disa etapa brenda PDK-s. Ganimete Musliu, që ka qenë çdo herë një zë brenda PDK-s, dhe kam përshtypjen kur shumica kanë hesht, Ganimete Musliu ka qenë e zëshme, e aq më shumë ka pasur disa të lashe shëndetësore që besoj që duhet mbështetur. Blerta Deliu, një fytyrë brenda Kuvendit të Kosovës, interesante, një personalitet që ka përveç si deputete ka kontribuar shumë edhe në komisione parlamentare që kam pas mundësi me pa pak a shumë punën e saj dhe më ka lënë përshtypje. Përparim Gruda, një bashkëfshatari im, po nuk është arsyeja e vetme pse është bashkëfshatari im, është një fytyrë e re brenda PDK-s, i cili po ndërton një karrierë interesante, akademike, kontributi i tij akademik besoj që meriton. Ariana Musliu Shoshi, po ashtu një grua shumë e zëshme, e shkolluar brenda Kosovës dhe jashtë Kosovës dhe një frym që besoj bën derë se cilës parti politike me pas një kuadër të tillë. Hajdar Beqa, besoj që i ka munguar Kuvendit Kosovës dhe mendova që duhet një mbështetje për rikthimin e tij në brenda Kuvendit të Kosovës, sepse ka qenë edhe debatues interesant, i thjesht, por edhe kontribues. Arjan Tahiri, ndoshta një personalitet që për herë të parë po garon në nivel nacional dhe besoj që duhet fytyrat e reja të mbështeten dhe të motivohen për të qenë në listë. Muzafer Shala ka qenë, nëse ju kujtohet, ministër i inovacionit, është një profesor i shkolluar edhe këtu në Angli dhe besoj që për kohën që tash për tash gjendet në përgjithësi Kosova, profili i tij i inovacionit dhe teknologjisë i përshtatet dhe duhet të jetë promovues brenda subjekte politike. Agim Fejzullahu, shumë pak e njohin,
në kuptimin ndoshta nuk është fytyrë publike, por është një ekspert dhe me dekada punon në institucione të ndryshme të Kosovës dhe ka ekspertizë dhe vjen